Në qoftë se e keni vëret në fillim të Ramazanit, është pak e vështirë njeriu më mësu me këtë tempo në Ramazanit, aty duket tempo shumë e madhe. Domethënë ke marrë për natë to me ndëgju dersin, yatsia për veti, teraviti, zë rekat duken vështira, leximi i Kuranit, mukabelet të tjerat. Ama a jeni të vetëdijshëm se sa kur vjen fundi, kur ja jep lamtomirën, kur e kryen edhe teravin e fundit, kur të met mrapa ai lezeti, ajo kënaqësia, ajo amelësia, ato frytet aty në adhurimeve dhe përkushtimit që ke bati gjatë gjithë muajit, çdo lodhje ka kalu. A kupton? Çdo sabër që ke bën, çdo dorim që ke bën, ka met mrapa, ka kalu. Ama prej atij sabrit dhe prej atij përkushtimit ka met kënaqësia, amelësia dhe frytet e saj. Ky është një argument shumë i madh që Zoti na jep në jetën e kësaj bote. Ashtu siç ja kena dhënë lamtomirën rekatit fundit të teravive për këtë vit, ashtu një ditë do ja japim lamtomirën edhe frymës tonë të fundit. Ama ç'a duhet? Subhanallah, la ilaha illallah. Duhet që njeriu me duru sa atje në këtë botë, çfarë dorimit? Dorimi është shumë llojshëm. Dhe një prej dorimeve është dorimi me pas qëndrueshmëri dhe vazhdimsi në ibadetën, adhurimin. Se nuk ka shumë e lehtë. Den dorimin e vet, den vazhdimsinë e vet. Pra, ti ndoshta nganjëherë nuk ke qef, je i lodhur ose ke një aktivitet tjetër, ama duhet me nalu çdo gjë për me kry obligimin, me kry adhurimin. E të shti çdo lodhje dhe çdo dorim që bën gjatë gjithë jetës për me i kry dhe me i çu në vend të obligime, mrapa kësaj, mrapa në fund krejt, nuk met asnjë lodhje, asnjë mërzi, asnjë dorim. Pra ka i krejt ai efekti i vështirë dhe efekti djegës që ka dorimi, sepse një prej karakteristikave të dorimit është djegës. Ama në fund të këtij sabrit nuk met asnjë prej kësaj karakteristikës djegëse dhe prej mërzisë dhe prej përkushtimit, po mesin vetëm lezeti, amelësina edhe fryti i asaj që ke bën ato në jetën.